E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi, tensionet nuk ndalojnë brënda në shtëpinë e Big Brotherit. Do me thënë, ofendimet, degradimet, kundërdrejt familjarve, kërcënimet që po ndodhin në këtë Big Brother, unë them që nuk ka ndodhur kur më parë në Big Brotherat e mëhershëm. Po t'i thuash ti një burit, si që është Rogerti, të fuz djalin në dhe, kjo do me thënë do të thotë është merë, është merë. Realisht është merë. Do me thënë, gjatë zënkës të madhe që patën, banorët i kundërvjen Rogertit me kërcënime, me ofendime, duke i thënë që do të fuz djalin në dhe. Është e bukur të dëgjohet kjo gjë? Okej, ne themi që Rogerti është i ashpër, e ka tepruar me të vërtet, është banor i padurueshëm, do me thënë mund të del jashtë çdo konotacioni për lojë dhe të gjithë banorët e njohin. Po okej, ti pse atëre bish në nivelin e atij dhe i thua të fuz djalin në dhe. Unë mendoj që djalin e ka të shenjtë Rogerti dhe këtë gjë e ka përmendur siç i kanë të gjithë prindërit. Nuk është e bukur që në shtëpinë e Big Brotherit të ndodhin kërcënime të këtilla, të tipit të këtill, të fuz djalin në dhe, sepse ti nuk mundesh dot ta përballosh debatin, diskutimin me atë. Edhe një gjë që mua nuk më pëlqen në fakt në këtë spektakël është se okej, banorët mundohen që të përfitojnë nga zënkat e njëri tjetrit, përfshihen në zënkat e njëri tjetrit, po nuk është e bukur sepse kërcënimi i tipit të fuz djalin në dhe është gjua më e tmerrshme dhe më e turpshme që mund ta përdorësh brenda asaj shtëpie. Do me thënë, unë mendoj që produksioni me patjetër duhet të ndërhyjë në këtë spektakël. Unë jam i bindur që Zarfat e Zin nuk do të kenë të ndaluar në këtë shtëpi, sepse ashtu siç ato ofendohen, ashtu siç ato po shtërsohen, ashtu siç ato turprohen, ashtu edhe Rogerti ofendoj Rogertin në bazën siç të ofendon ai, por jo do të fuz djalin në dhe, se nuk është e bukur, se do të fuz djalin në dhe, do me thënë ti po ja kmerresh një fëmijë, çfarë gjuhë tregon ajo. Mua më duket, do me thënë, këto banor kanë dalë krejtësisht nga vetja, kanë nevojë më shumë për sfida argëtuese, kanë nevojë më shumë për sfida më me dashuri brenda asaj shtëpie, se duke mos patur sfida me dashuri, ato nuk masin se çfarë bëjnë dhe janë në gjendje që të shkatrojnë gjithçka vetëm e vetëm për interesin e lojës.